Gjatë dimrit, çaji bimor përdoret shpesh në përditshmëri. Konsumimi i tij lidhet me mbështetjen e organizmit në këtë periudhë të vitit. Dietologja Klea Bilali shpjegon se çajrat bimor gjatë stinës së ftohtë ndihmojnë organizmin të përballojë më lehtë temperaturat e ulta dhe virozat sezonale. Konsumimi i çajrave bimor është i rëndësishëm pasi ndihmon trupin të qëndrojë i hidratuar, të përballojë më mirë të ftohtin dhe të forcojë sistemin imunitar. Është një alternativë shumë e mirë pasi mbështet organizmin, ndihmon për rrugët e frymarrjes, redukton inflamacionin dhe gjithashtu përmirëson edhe tretjen. Disa çajra bimor njihen për ndikimin e tyre në forcimin e imunitetit dhe mirëqenien gjatë dimrit. Rekomandohet më së shumti çaji i xhinxherit, i cili ka veti antiinflamatore, çaji i kamomilit për qetësim dhe imunitet, çaji i trumzës për rrugët e frymarrjes, çaji i bierit për viroza dhe çaji i shërbelës për fytyn dhe inflamacionet e lehta. Përdorimi i çajrave bimor kërkon mazë dhe përgatitje të kujdesshme për të ruajtur efektet pozitive pas sjell pasoja për shëndetin. Çaji bimor duhet konsumuar me mazë dhe në mënyrën e duhur, nuk duhet ta lëmë të ziejë gjatë. Rekomandohen 2-3 filxhan çaj në ditë, por pa sheqer. Kur në vend të sheqerit mund të zëvendësojmë me mjalt. Duhet të kemi shumë kujdes në përzierjen e çajrave, pasi kombinime të ndryshme mund të kthehen në toksicitet dhe dëme për trupin tonë. Gjatë dimrit, çajrat bimor mbeten një ndihmë thjesht për të ndjerë më mirë dhe për të përballuar më lehtë stinën e ftohtë.